Paga mesatare bruto në vend në tremujorin e parë të vitit arriti në 90.119 lek. Krahasuar me fundvitin e shkuar, paga mesatare u rrit me 3.135 lek, ndërsa në raport me tremujorin e parë të vitit të shkuar, ajo u zgjerua me 7.909 lek. Por teksa në dukje qeveria ka arritur objektivin për pagë mesatare 900 euro, pas heqjes së sigurimeve dhe aplikimit të tatimit, ajo që mesatarisht një qytetar shqiptar merr në xhepa është vetëm 72.000 lek. Është një rritje reale që është më mirë se asgjë, por megjithatë është një rritje e vogël, si thua, për të ndaluar sidomos atë problem që ne kemi shumë të madh në vendin tonë, që është emigrimi. Shumë nga ne largohen për arsye ekonomike dhe një rritje reale e pagave 2% nuk besoj që do të jetë mjaftueshme, si thua, për të ndaluar këtë trend. Rritja e pagës mesatare po shoqërohet me thellim të hendekut mes atyre që marrin rroga të ulta dhe të larta. 1 në 3 shqiptar të punësuar rezulton që të marrë një pagë minimale deri në 50.000 lek. Pjesa dërmuese e qytetarëve marrin rroga që variojnë nga 60.000 deri në 120.000 lek bruto, ndërsa 27.7% paguhen mbi këtë kufi. Ajo që po ndodh është patjetër ne kemi nga njëra anë qeverinë që patjetër është një ban politik, dhe është interesuar patjetër që të flas për rritjen e pagave, dhe nga ana tjetër kemi shoqërinë që shikon atë rritjen reale të pagave që nuk është e mjaftueshme. Ajo që ne po shohim është që rritje të madhe kemi tek retorika për rritjen e pagave, por rritje reale të pagave ne nuk po shohim aq sa çfarë duhet dhe çfarë ka mundësi vendi jon. Ike dhe shumta që ne kemi patur qoftë vitin e kaluar, që vazhdon të jetë një trend edhe gjatë këtij viti. Nëse vazhdon të jetë në rritje apo vazhdon të jetë në të njëjtat ritme, këtë nuk mund ta themi me siguri, por që edhe kjo është një pjesë goxha e rëndësishme që bën që këto pozicione të jenë të kërkuara dhe të mirëpaguara. Të dhënat nga Instat tregojnë se profesionet më të paguara rezultojnë menaxherët, deputetët, drejtorët dhe specialistët me arsim të lartë. E kundërta ndodh me sektorët e punësimit masiv, si bujqësia apo industria.